ishte një vend që është frekuentuar vazhdimisht prej paps. Unë beles kam pas fatin sepse në krah të kësaj bazilikës ndodhet Kolegju Lombardo, ku unë kam studiuar për 5 vite dhe ishte gjëja më e zakonshme kur bllokohej trafiku dhe ne e dinim kur trafiku bllokohej përpara bazilikës, do thotë se Papa Francesku ishte brenda. Derisa shneti ja lejonte që nuk ishte në karrocë, ai shkonte në kam deri te përpara kësaj figurës, përpara kësaj ikonës dhe pastaj lutej. Në fakt varrimi i tij do të jetë pikërisht në krah të kësaj kapele me një mbishkrim të thjeshtë siç ka dashur vetë Franciscus, dhe që guri i cili është përdorur ose mermeri, ja kjo është që është marrë nga vendlinja e gjyshërve të tij në Liguria, që është një zonë tradicionale që prodhon gurin e tillë. Dhe dy elemente shumë shkurta në raport me këtë rit që nuk janë thënë, është pikërisht ky kryq që shikohet këtu i vendosur. Në fakt është kryqi që Papa Francesku ka marrë gjatë gjithë jetës së tij si peshkop dhe që nuk ka dashur ta ndrojë në momentin që u bë pap. Dhe këtu kemi një thyrje të protokollit. Zakonisht kardinalit që bëhet pap i dorëzohet kryqi pektoral i papës që ka relike tradicionale. Dhe në momentin që Bergoglio është zgjedh pap, kur ceremonieri ka shku ti besoj në kryqin e ri të paps, ka refuzuar, ka thonë do vazhdoj të mbaj timin si shenja e vazhdueshmërisë së magjisterit të tij. Dhe gjëja e fundit është fakti që ka qenë një procesion në fakt i paparashikuar dhe mediat e Romës të Vatikanit ditën e shtunë kur pasi kreu funeralin që nuk kishin parashikuar, ishte fakti se është menduar se praktikisht momentin e përfundimit të meshës do të përfundojë dhe gjithë ceremonia e varrimit dhe trupi, pra i Papa Francisku do të shoqërohet për në bazilikë nga Vatikani, një distancë rreth 6 kilometër, pak a shumë në mënyrë private, po themi. Është pa vetëm një rit i bekimit të varrit në momentin që do futej arkivoli dhe në fakt që nga bazilika Shën Pjetër duke bërë gjithë rrugën Fori Imperiali, via Labicana, via Merolana deri përballë bazilikës, turmat e njerëzve kanë shoqënuar këtë dhe diçka pothuajse paksallë profetike se gjithë rruga e tij që ka bën nga Vatikani është rruga dhe martirizimit të kishës katolike në shekujt e parë. Në një farë moment aty kalot afër Koloseut, që merret për me kalu nga via Labicana, dhe në fakt ngjyra e kuqe që zakonisht në mënyrë çuditshme brenda kishës katolike përdoret për varrimin e papëve, sepse zakonisht duhet të jetë ngjyra viol, që është përdoret edhe në shenjë të gjakut të martirëve që janë derdhur në Rom për krishtërimin, duke qenë se papa është pasuar si Pietrit, i cili pikërisht aty në Rom u martirizu duke u varur me kokën poshtë, atëherë ky gjak i derdhur mbahet si kujtim në veshjet liturgjike dhe ka kujtuar në mënyrë fenomenale se kanë kaluar nga Koloseu, vendi par excellence i martirizimit krishterëve për shku te Bazilika Santa Maria Maggiore. Të gjitha kanë kuptim, praktikisht që ka ndodhur në këtë formë, miliona sy që e kanë ndjekur, patjetër, mira që ishin mbledhur. Nuk e di nëse ke disa informacione statistikore të themi. Mes pjesëmarrësve në sheshin e Shën Pjetër që mediat dhe autoritetet e Vatikanit kishin llogarit nga 200 deri 250.000, duke pasur parasysh edhe itinerarin që është ndjek, mendohet që të pranishëm aktiv në ceremoninë e varrimit të Papa Franceskut kanë qenë minimalisht 400.000 persona. Qindra të ftuar gjithashtu të rëndësishëm. Nuk e di, Gjimi, ke mundur ta përcjellësh për gjatë ditës së shtunë dhe... Ta përcjell dhe ta komentoj. Në të njëjtën kohë. Praktikisht këto janë, biles është ajo shprehja që thonë në italisha una morte del papa, do më thënë diçka që ndodhë të për rrallë dhe është rrallë. Ky, është një ngjarje që nuk thjesht vdiq një pap, por vdiq një pap i veçantë. Natyrisht, çdo pap lë gjurmët e tia, sepse është udhëheqës kreh shpirtëror i 1.400 milion katolikëve në gjithë botën, por është dhe, po themi, drejtues i një shteti me një diplomaci tepër të fuqishme, dhe kjo ndodh edhe në të njëjtën kohë kur kjo botë, ky planet sot, planeti ynë dhe kontinenti ynë dhe Evropa janë duke u përgjakur dhe zhvillojnë bisedime. Dhe
në këtë kuadër është zhvilluar dhe u realizua ajo që quhet diplomacia e funeraleve. Imazhi i Zelenskit me Trumpin, Kok më kok, të shoqëruar deri në çastin e fundit nga Macroni, kardinalët që rregullojnë vetë ndërheqin karriget, domethënë ku tregon për një aktivizim edhe të fuqishëm të diplomacisë së Vatikanit. Ja, ky imazh që ne shohim këtu, si mund themi, është rezultat, aq sa thuhet kjo ishte një trashëgimi e Papa Franceskut, që dhe me vdekjen e tij ai hapi një shtek dhe krijoi një terren të vërtet dhe konkret për paqen, sa që mund të merren këto dy karrige të këtyre dy personaliteteve politike, ky i pari në direkt, si themi në transmetim të drejt për drejt, botëror, poshtoroi dhe e fyu tjetrin, Trumpi kur poshtërimi që i bëri kur ishin kur e pritin në shtëpinë e bardhë. Po, në zyrën ovale, tani shikojmë që këta nuk ka kaluar, mund të ketë kaluar një muaj e pak, janë të dy, domethënë këto dy karrige në këtë situatë atje, akoma biles dhe pa hyr akoma kur, si po themi, trupi i pajet i të ndjerit Papa Francesku pret që të vizitohet, atëherë do thotë dhe ishte një dëshirë dhe ishte një proces paqeje, pavarësisht që nuk arriti ta realizonte dot Papa me gjithë kardinal. Një ndërmjetësimi pa vullnetshëm të themi, me gjithë kardinal Zupin. Do ta quaja mini summit, që po të ndërsa aty ishte edhe Macroni pak më përpara, ishte Starmeri, pra ishte tamam si një mini summit i bërë realisht në... Dhe ishin... Jo, e përfundoi Xhimi që se kërkon fjalën do marr. Ishin të gjithë këta, si quhet, grupi i vullnetarëve, të vullnetshme që janë për paqen në Ukrainë. Kjo sa për këtë, pastaj për tjerat. Diskutojmë, po, do të shtoje për takimin. Jo, që po thoshte Xhimi për sa i përket impenjimit të Papës në këtë konflikt. Duhet të thënë që kur ka nisur konflikti Rusi-Ukrainë, Papa Francesku ka bërë një veprim të paprecedent më përpara. Në këmbë, nga Selia Santa Marta, ku kishte rezidencën e zgjedhur, ka shku te ambasada e Rusisë në Vatikan, duke ofru veten e tij personal. Do të thotë zakonisht në për konflikte, Vatikani futet si parë në lojë për të arritur paqen zakonisht nëpërmjet sekretarisë së shtetit ose sekretarit të shtetit, që e thënë gjuhën popullore është, si më thënë, kryeministri i Vatikanit, nëse Papa është presidenti, për analogji. Dhe në fakt në këtë konflikt Papa në ditën e parë të bombardimeve është ulur në mëngjes, ka shku në kam duke u afruar te ambasadori i Rusisë në Selinë Shenjtë dhe duke thënë, unë ofrohem si Francesk, do të thotë si person singolare në vetën e parë, si ndërmjetës dhe ofroj krejt strukturat diplomatike të kishës në funksion të kësaj paqe. Dhe në fakt kjo foto do të thotë shumë, zakonisht është nëpërmjet inteligjencës artificiale, kanë munduar një foto shumë interesant që gjatë këtij bisedimit, sikur Papa është në këmbë dhe po i shoqëron, por në fakt tregon jashtëzakonisht shumë sepse një prej shtyllave kryesore të Papa Franceskut ka qenë pikërisht edhe impenjimi i tij jashtëzakonshëm në raport me paqen.